Java e 10 e kategorisë superiore rezervon një përplasje pretendentësh për titullin në Rogozhin. Kundërshtari i radhës i kuqebluve do të jetë Egnatia, skuadra kampione në fuqi. Një ditë para transferit të së vështirë, në konferencën për mediat ishte i pranishëm drejtori sportiv Vjorisin Sinani. Unë besoj që gjendja e skuadrës është shumë e mirë. Ne jemi me një ekip që meriton respekt, si Rogozhina, Egnatia dhe fundit meriton respekt se është edhe kampionja e vendit në fuqi, por Vllaznia a them me bindje që nuk i friksohet as Egnatia dhe as kujt. Çdo e kena deklaruar çdo ndeshje do të shkojmë veç për 3 pikë, veç për fitore. Dhe jam i bindur që do të jetë shumë deri në fund kampionatit. Edhe në këtë sfidë skuadra do të vuajë mungesat e lojtarëve të gatshëm për teknikun Martini. Bismarck jo më larg se parë kam fol me stafin mjekësor dhe maksimumi sipas stafit mjekësor brenda 2 javëve do të jetë stërvitje me ekipin. Vetëm probleme damtimesh, asnjë problem tjetër, asnjë shqetësim tjetër. Damtimet janë pjesë e lojës, nuk do të dëshirosha me pas kaq shumë damtime, ndoshta 1-2 edhe mund të pranohet se kampionati i gjatë ka luftë sportive për çdo javë. Çfarë do të jetë këtë radhë bankinë dras bashkë me Bismarckun, gradualisht uroj që edhe këta dy të jenë afër ekipit dhe të japin kontributin e tyre sa më shpejt. Krahas Egnatia Vllaznia, java e 10 biznes superiore rezervon edhe duelet Tirana Bylis, Dinamo Teuta, Flamurtari Elbasani dhe Vora Partizani.